Nikosia është një nga të paktat, por realisht të paktat qytete në botë që shërben si kryeqytet i dy shteteve. Një qytet, kryeqytet i dy shteteve. Në njërën pjesë, në pjesën greke quhet Nikosia, në pjesën turke quhet Lefkosia. Të dyja zonat janë të ndara nga kjo zonë kontrolli. Pra që nga mobiti 1974 kur Qipro është ndarë në mes, çdo gjë kalon nëpër këtë pikë kontrolli. Nga kjo pikë ti mund të kalosh nga Lefkosia, kryeqyteti i Qipros Veriut, në Nikosian, kryeqytetin e Qipros së Jugut. Ndërkohë që gjithë zona midis tyre ndahet nga një mur i gjelbër, i cili ruhet krejtësisht me ushtar. Shiheni pra dhe me kaska blu. Qyteti funksionon pra si kryeqytet i dy shteteve të ndryshme dhe bashkimi deri tani ka qenë i pamundur. Thash, është një nga qytetet e rralla në botë që shërben si kryeqytet për dy shtete. Ja, flamuri qipriot dhe i grek. Rruga që ndan kufirin dhe flamuri turk dhe turko-qipriot.